Të arrestuar një pas një po presin urdhrin për sulm. Kjo pasi armikun e kanë shumë afër dhe reagimi tyre është jetik. Janë këta ushtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët po zhvillojnë ushtrimin fushor Ujku Shigjet. E ky operacion u bë në zonën ushtarake në Babaj të Bogës, në Gjakov. Ky ushtrim fushor po bëhet për të testuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake të forcës së sigurisë së Kosovës. Nga afër të gjitha operacionet ushtarake po vëzhgohen nga udhëheqësit e FSK-s, Ministrisë së Mbrojtjes e ushtarët amerikan. Veç se në këtë ushtrim nuk u pa komandantja supreme e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Vjosa Osmani, e kryeministri në detyrë Albin Kurti. E para të pranishmeve pati demonstrim edhe të qitjes së zjarrit deri në neutralizimin e armikut. Elementi i zjarrit vazhdon duke shtypur armikun deri në momentin kur afrohet ekipi i qenjes që ta bëj analizimin e pengesës edhe çarjen e saj. Para mediave për rëndësinë e këtij ushtrimi foli edhe ministri në detyrë i mbrojtjes Ejop Maqedonci. Me këtë ushtrim ne po përmbyllim një fazë dhe po kalojmë në një fazë tjetër për të cilën vetëm i kemi marrë masat dhe jemi duke u përgatitur për ta finalizuar. Ky ushtrim u bë me qëllim që të vlerësohet gatishmëria operacionale e ushtarëve të FSK-s dhe standardeve të kërkuara për validim. Koordinimi ndërmjet njësive ishte jetik që ushtarët të arrinin qëllimin e paracaktuar, po ashtu ushtarët u vlerësuan edhe për qitjen dhe veprimet që ndërmarrën gjatë gjithë këtij ushtrimi. Ushtrimi fushor Ujku Shigjet ka nisur me 20 tetor dhe përfundon me 29 tetor.